Përshëndetje e famshme Fiona. Se këtë të famshme ja thash edhe Vlonën, sporti është viti i tretë në rast se nuk gaboj dhe i fundit. Si ishte kjo ndjesi? Emocionet të pashpjegueshme, të papara. Sigurisht kishte shumë lodhje, mundim, siç e tha dhe Dionisi, por që ja ka vletur, ja vleti. Si është si shfaqje e fundit, sepse është ai emocioni. Nuk është njësoj të vish pas një jave në podcast dhe të flasësh për të, nuk është njësoj direkt pas shfaqjes. Më besoj që kam qarë javën e fundit çdo ditë, edhe para shfaqjes. Sepse malli të merr të ngjitesh në skenën e teatrit, Përsëri, po. të krijosh shoqëri të reja, jemi për familje jemi bërë. Patjetër. Dhe do më marr shumë malli. Do i kujtoj me nostalgji të gjitha këto. Unë në fakt të pyetja u bëra pothuajse të gjithëve që i mora në intervistë, do ma përshkruash shfaqjen me një fjalë ose një fjalë vetëm si ta dëshirosh ti? Si e ndjen ti? Duhet të marr pak kohë nga vetë. Patjetër. E marr me mend që është një emocion i madh, ti jep shpirtin atje, përfshihesh e gjitha dhe në fund të fundit pret patjetër rezultate të mira. Kishte të gjitha emocionet të përfshira, gëzim, mundim, lodhje, lot, kishte edhe lot. Po, patjetër. Ne na urojmë qejf mishi më shumë se njerë sot në këtë shfaqje. Kishte probleme të vogla, sigurisht si çdo shfaqje. Patjetër. Por që mendoj se e kemi kamufluar, të them, si mund të them. Më mirë. Por që ishte fantastike si shfaqje. Nuk e di nëse ishte më e mira ndër të gjitha që janë dhënë, por që mendoj se ishte goxha e pëlqyer. Okej. Ne të urojmë shumë suksese dhe tani të presim të podcasti. Do vi me kënaqësi. Patjetër.